në shohin si imperiale, pra imperializmi euro-amerikan në vendosje është kryefjala e këtë ligjerime politike. E që to dy rryma që kanë investuar gjatë, sot e kanë kryer një klim anti-amerikane, edhe një pagje në Facebook, kori i budallëve, që reagojnë kundër Amerikanëve, edhe thojnë Amerika e pa drejtë. O, zotni, nuk është ka të vetë kërkush për drejtësi. Amerika është ma e forta, edhe ka qëllu më konë aleatë ytë, a ka mundësi me rujtët aliancë me ta. Mirë, Elezi, në gjithë këtë zhvillim që është duke ndodhur lidhet mesme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, a mund të lindin tensione në Kosovë dhe nga kush mund të rrezikohet vendi jonë, nga cilat struktura sekrete serbe që mund të atrazojnë vendin tonë? Para më lëni që qysh ditën e njëjtë kishe paralajmëruar domosdoshmë se do të ketë një sulm, një përfshirje direkte të Shtetet Bashkuara të Amerikës në zhvillimet në lindjen e mesme në Iran. Sepse ju keni thënë që mund të ndodhë gjatë vikendit, më konkretisht ditën e dielëve, ashtu ndodhi. Ashtu ndodhi edhe pse ku e morë vesh. Pikërisht është kjo. Madje një shok po më tregon se një zyrtar i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë kishte thirrur kështu, ja si flat kot për mua. Kur presidenti Trump tha 2 javë afat. Dhe ditën e diel më tha s'po di tash cili po flet te ajo apo. Ne kemi thënë në vazhdimsi se ne kemi miq tonë cilët punojnë se departamenti amerikan kemi një kohë gjatë, ne kemi shërby qeverisë amerikane kanë bu publike, kanë punu për Agjencinë e Inteligjencës amerikane për një kohë gjatë, përkatësisht për pjesën ushtarake të tyre dhe padyshim që linjat janë, komunikimet janë. Ka rrjedh informacioni për aty ja? Nuk mund të them që ka rrjedh, po miqësisht i kemi nda bisedat se s'ka qenë rrjedh. Uroj mos me pas Amerika të si punojnë se miqësisht kemë bënë kësi informacioni se i shkon keq. Jo, e keq kuptove. Okej, unë ta besoj analizën tonë, po mos i thuj shikuzoj që ka rrjedh informacioni. Jo, sa që ka rrjedh, jo. Nuk është AKI-ja ajo. Jo, fakt. Nuk hambu ke speca ata. Dëgjoj. Por nëse ti mendon ne kam punu për ta, kemi një dallim shumë të madh. Edhe di që atë në rrjedhja, ti je sigur që nuk kemi të bëjmë me rrjedhje. Ne kemi komunikuar. Dhe në momentin kur dikush don me të pozicionu në ndikimin e publikut, jap edhe informacione të cilat më pas do të jenë publike. Në shpeshherë un kam pas rast, madje do ta përmend një rast kur e kisha informu presidentin e Republikës Kosovës se kush do të jetë komandanti i KFOR-it një kohë përpara. Sigurisht ma kishin dhënë informacionin për me ushtruar ndikimin tek autoritetet e mëdha. Dhe kjo ka ndodhur ashtu. Ajo që thatë ju konkretisht. Në fakt, pse dhe se morëm informacion? Ne kemi bashkëpunimet tona, komunikimet tona në baza ditore, javore, mujore me njerëz transishëm cilët beson e dojnë Kosovën dhe janë shqetësuar për zhvillimet që janë në Kosovë. Është situata kaq kritike për të shqetësuar dhe amerikanët për Kosovën? Madje unë bëra publike dhe një lajm tjetër i cili mori ta shehon se si u gradu Shpresa Berisha me gradën general. Kush është Shpresa Berisha? General e ke fjalën në Serbi apo jo? Po në Serbi, Shpresa Berisha di informacion që të them se ka pas dy fute që kanë fol kot nëpër media njerëzit. Shpresa Berisha është një medresante, ka kryer shkollën e medreses në Sarajev, është motra e Demo Berishës, e cila ishte angazhuar në ushtrinë serbe një herë pas luftës. Tani është gradu shumë interesant, për 6 muaj është gradu 2 herë. Kolonel nga kolonel general, ka punu në VBA, dhe më thonë që pak njerëzit e kanë folë, gjithmonë fokusi tek neve ka qenë të bija. Qka është VBA? Vojnë bezbednost në agencia, dhe më thonë është Agjencia e Sigurisë Ushtarake, e cila udhëheqet nga general major Zoran Stojkovici, i cili është një general që ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm në organizimin e sigurisë në Kosovë. Se vazhdimisht ne jemi marrë me emra publik, ministra, Vulini, ai ky poshtë, edhe pse dhe më thonë Vulini, ju e dini që ka qenë pjesë e ushtrisë në vazhdimësi, dhe një fakt që është shumë interesant. Shpresa Berisha ka pas një misi të rëndësishme me Boban Gashiqin. Boban Gashiq është vllai i ministrit të punët të mbrojtjes aktualisht, i cili është edhe shefi i BIA-s në Serbi. Shpresa Berisha, 3 gra në fakt janë gradu në Serbi. Është Shpresa Berisha që është gradu me gradën general, është Ganimet Osmani me gradën major, edhe Majlinda Kurti me gradën major. Majlinda Kurti janë shqiptare, që punojnë në ushtrinë e Serbisë, dhe më thonë janë, vetëm Majlinda Kurti është nga Malizi, ndërsa Ganimet Osmani nga Kosova. Nga mbjevri, po e kuptojmë që është nga Malizi. Nga Malizi është. Shqiptare nga Majlinda Kurti. Ajo që du të përmendin. Shpresa është nga Kosova, apo jo? Po, një diçka du të përmend edhe një lajm për juve, që 3 vajza janë në lidhje të fuqishme me Lika Mihajlin. Lika Mihajli është një shtetase shqiptare që jeton dhe vepron në Greqi, për rryshë është një artiste dhe është bashkëshortja e shefit të inteligjencës për kundër zbulim në inteligjencën greke. Ka të bëjë diçka me familjen është vajza Agjes Dejona Mihajli. Po, është vajza Agjes. Janë mikesha të mira. Shumë interesant, më ka pas bërë përshtypje një udhëtim
për herë të parë ka ndodhur pas Kosovës që shefi i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë shkoi në Greqi.